shtëpi identitet dhe su bën një faqezi. Për të 6 ditë me radhë, qytetarët e Divjakës vjojnë qëndresën kundër shkrirjes me Bashkinë e Lushnjës, propozim ky i mazhorancës socialiste në kuadër të reformës së re territoriale. Për banorët e Divjakës, zhbërja e institucionit është një indicje për të çuar zonën drejt shpopullimit, ndaj në sheshin përpara bashkisë ju bën thirrje të votbesuarve të gjitha kaheve politike të ngrenë kartonët kundër këtij propozimi. Duhet ta ruajmë Divjakën se e kemi amanet nga prindrit edhe paraardhësit tanë. Jam krenar që jam nga Divjaka, po jo nga Divjaka e Lushnjës. Ta mbrojmë Divjakën në çuna. I kemi gjitha këtu, nuk kemi nevojë për gjë tjetër. Nga gjithë krahët politik ja kërkuar vota nga ne. Ku janë këta deputet sot? Pse nuk i bën thirrje siç na thanë atëherë, hajde na votoni. Këngëtarja mirë kosovare ka kënduar një këngë, mos ma prek Shkjadrenicën. Kallami gjatë, mos ma prek Divjakën. Më të zhgënjur nga këto propozime janë socialistët e Divjakës, të cilët në shenjë revolte dogjën testerat e antarësisë, duke shtuar se deputetja e zonës, Ana Nako, si e përzgjedhura e qeverisë në listat e mbyllura, nuk i përfaqëson ata, ndaj forcën kundër kësaj nisme, duhet ta shohin te masiviteti dhe përbashkimi me njëri tjetrin. Për deputetën e zonës tonë, jemi pak jo fajtor, unë edhe socialistët e tjerë, pasi për Ana Nakon e nuk kemi votuar. Ajo e mbylli jetën e vetë me listën e mbyllur. Po mirë në burnesh, ke 2 vjetë. Dil njëherë të vetë. Dil dhe qaj hallet e këti komuniteti. Fare. Në që se ka emocione nga mikrofoni, dhe shkroj 2 gisht letër dhe ti lexoj atje. Në që se i dridhen duart, le mos ta lexoj fare, por të ngririn vetëm kartonin që mos jemi Divjaka të bashkohet bashkisë Lushnjës. Sipas qytetarëve të Divjakës, zhbërja e bashkisë do të ndikojë negativisht në zhvillimin e zonës dhe vështirësimin e marrjes së shërbimeve, duke e cilësuar më tej si humbje të identitetit.